Në 2019, atë sanaj? Por, a kemi veliut, po. Tani, natyrisht që ka humbjet besimit. Pastaj, çka ka ndodhur, jo vetëm me LDK-n, por pak ma pak, por me gjithat edhe me PDK-n. Reformat të cilat ka ndodhën, reformat në thojza, më shumë e kanë shkatruar strukturën e LDK-s. Do të thotë njerëzit të cilët e kanë mbajt LDK-n, nuk janë më atë. Dhe tani është një fargare brenda LDK-s. Do thotë më shumë kam përshtypjen që brenda LDK-s më shumë e kanë dertin personat të caktuar se si t'i sigurojnë pozicionet e tyre, ashtu është, se si ta forcojnë vetë partinë. Do thotë më shumë kanë dertin se si ta forcojnë vetë vetën. Po e vrejmë për shembull, e kemi parë gjatë zgjedhjeve. Fatkeqësisht nuk është vetëm në LDK kjo. Ka qenë lista privilegjuar kur do të bëhet deputet. Deri diku është edhe në vota diasporës. Në PDK. Natyrisht pastaj që në politik bëmja kjo ka kosto. Jo ka kosto, krijon pasiguri edhe të vetë antarët e lidhjes demokratike të Kosovës dhe natyrisht kur nuk ka një farë uniteti brenda partisë mungon edhe guximi. Tanaj, pse Vetëvendosja me çdo kusht dën koalicion me LDK-n? Pse? E jo Për shkak se me shkurjen e Vjosa Osmanit atëhere, me kalimin e saj, televizja Vetëvendosje në koalicion, faktikisht votuesi i LDK-s e ka mësuar rrugën për me votu edhe dikon tjetër. Dhe tasht, votuesi i LDK-s, kur nuk e voton LDK-n e ka opsionin tjetër që është VV-ja, për shkak se është mësuar me ato. Por derisa te PDK-ja është pak sa më ndryshe. Votuesi i PDK-s e voton PDK-n edhe pikë. Njëjtë është edhe te shumica e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Do thotë janë ajo grupi njerëzve të cilët e votojnë militantëve, them. Po, vetëm Ramush Haradinajin edhe me ata e mrrin atë 5% e nevojshëm. Po fatkeqësisht LDK-ja tani votuesi i LDK-s nuk është më i LDK-s 100%. Ka gjithmonë edhe një opcion tjetër e fatkeqësisht, apo fatmirësisht, varësisht që shohin ata, ai opcioni i dytë i LDK-s është lëvizja Vetëvendosje. E për këtë, natyrisht që atë është Vjosa Osmani, Donika Gërvalla, kë Peci e këta tjerë, cilët për çudi janë ndërtu në strukturën e LDK-s, po mas shumë t'i e sulmojnë LDK-n. A e keni vrejt që kur del dikush me sha LDK-n, nuk dalin këta të lëvizjes Vetëvendosje, po dalin këta të listës guxo. Mas shumë t'i shigjeta në drejtim të LDK-s gjujnë këta. Si do të këfjevat. Në anën tjetër e kemi tashti edhe këtë liderin e ri të LDK-s, i cili ka ardhë në emër të reformës, reformë të cilën e ka imponu lëvizja Vetëvendosje. Të thonë, këta janë strukturat vjetra,